Institucioni i Avokatit të Popullit ka vazhdu punën gjatë këtij viti me krejt kapacitetet e veta, duke pranuar ankesa nga qytetarët, me të gjitha rastet kur ka pas pretendime se po cënohen të drejtat e tyre. Këtë vit kemi pranu deri tash kur po flasëm 1669 ankesa. Krahasu me vitin paraprak ka një rritje të numrit të ankesave, gjë që është e pritshme, sepse në situatat në për cilat kemi kalu këtë vit, mungesa e konsolidimit të institucioneve, krijimit të institucioneve si rezultati i zgjedhjeve, pastaj fushata zgjedhore, tani ma jemi në fushatën e 4 për këtë vit, duke i përfshit 2 të lokale atë në zgjedhjet lokale të përgjithshme dhe të balotazhit. Dhe krejt situatave që u kriju, ne kemi pas pritje që ka me pas një rritje të numrit të ankesave. Nga këto ankesa, 1345 ankesa janë adresu nga ankus që janë shqiptarë, pra me përkatësi etnike shqiptare. 202 ankesa janë nga komunitetit sërb, 29 janë nga bosnjak, pastaj 22 nga shkalit e kështu me radhë. Të dytat për nga numri i ankesave që kemi pranu, kanë të bëjnë me shkeljen e drejtës për gjykim të drejtë të panshëm, pra vazhdon trendi i njëjtë thujese me pak ndryshime i zvarritjeve të procedurave gjyqësore, dhe kjo vështërson qasjen në drejtësi për qytetarët, natyrisht paraqet edhe sfidë për krejt shoqërinë, sepse në mungesë të përgjigjeve nga administrata, në anën tjetër zvarritjeve të procedurave gjyqësore, natyrisht që qytetari ndodhet në një situatë që mbetet pas zgjidhje dhe nuk e ndin, si themi, dorën e shtetit, dorën e institucioneve për mi dalë në ndihmë, kurdo që ka nevojë dhe kurdo që konsiderojnë që ndaj tyre po ndodh një padrejtësi. Sa i përket statistikave dhe një fakt du me përmend, këtë vit ka pas një ramje të zbatimit të rekomandimeve të Avokatit të Popullit nga viti i kaluar. Përqindja e zbatimit, ku në mënyrë të plotë janë zbatuar rekomandimet tona nga këtë rekomandimet që kemi dhënë është 18%. Ne edhe ashtu e kemi prit me pas një ramje në situatën e krijuar, po besoj që me krijimin e institucioneve edhe me konsolidimin e kuvendit, po edhe krijimin e qeverisë të re mas zgjedhjeve, natyrisht që situata do të ndryshojë dhe rekomandimet do të fillojnë mu zbatu, e ndoshta me mri nivelin që kanë pas vitin e kaluar, ndoshta edhe me të i kalu, sepse pavarësisht problemeve që kemi në zbatim, ne shohim një interes të institucioneve të shprehur tani më për me zbatu këto rekomandime. Ajo që institucioni i Avokatit të Popullit ka pa këtë vit është që të drejtat e njerëzit e kanë humbë vëmendjen prej vëmendjen e institucioneve ta quaj, por edhe të atyre që i bajnë politikat. Kryesisht kjo ka si rezultat i një trendi global që ka ndikuar edhe në Kosovë. Kryesisht interesimi po zhvendoset nga të drejtat njerëzit te sektori i sigurisë, te krizat që po ndodhin sot në botë. Kështu që në çdo situatë jo të zakon të drejtat njerëzit po goditen, edhe atë po psojnë qytetarët. Kisha nisë me drejtat e fëmijëve. Kemi dalë me një raport dhe kemi konstatu problemin që kanë fëmijët me peshën e çantave, për cilën derisa nuk është që kemi pa një interesim të madh me zgjidhur si problem. Ajo që ka dalë si konstatim nga ekspertët është që aktualisht pesha e çantave shkakton probleme shëndetësore për fëmijët dhe evitimi i kësaj problematike vjen me ndërtimin e dollapëve në shkolla ose me reduktimin e teksteve mësimore dhe kështu lehtësimin e peshës së çantave për ndryshe. Kjo është një problem me cilën familjet në Kosovë ballafaqohen vazhdimsi. Çështjen e dytë që kemi identifikuar me drejtat e fëmijëve ka të bëjë me dhunën në shkolla. Raportet që ne kemi publikuar tregojnë një prezencë të shtuar të dhunës në shkolla, si mes moshatarëve ashtu edhe mes nxënësve dhe stafit mësimor.
është shqetësuese fakti që shkollat nuk i raportojnë rastet, dhe për me e konstatu këtë fakt po e jap vetëm një dhënë. Sipas të dhënave nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për vitin 2014-2024, pra për 10 vite, shkollat kanë raportu 272 raste të dhunës në shkolla, ndërsa sipas policisë të dhënat për periudhën e njëjtë janë regjistru 5652 raste. Dhe një shpërputje kaq e madhe e të dhënave dhe statistikave, unë besoj që tregon seriozitetin e situatës dhe nevojën që mënyrë urgjente Ministria e Arsimit, shkollat me ndërhy në marrjen e masave, fillimisht mi raportu këtë raste, pastaj mi gjetë shkaktarët që po nxisin këtë dhunë dhe natyrisht në fund marrja e masave që kish me përmirësu situatën dhe shkolla me qenë vend i sigurt për fëmijët tanë, jo vend ku ata i ballafaqohen me dhunën e përditshme. Raporti i tretë për drejtat e fëmijëve që ne kemi publiku këtë vit ka të bëjë me shëndetin mendor të fëmijëve. Ajo që kemi konstatuar është që nuk ka një kornizë të qartë ligjore, sidomos për masat në parandalim të hershëm të problemeve të shëndetit mendor, ka mungesë të psikiatrëve, ka mungesë të një protokoli i cili kish me identifiku në fazët fëmijërisë së hershme pikërisht problemet e kësaj natyre dhe natyrisht këto mungesa kemi konstatuar dhe mungesë të masave konkrete që me trajtu si çështje. Një kategori ose një grup i dytë i qytetarëve të Kosovës që vazhdojnë me qenë të ballafaqur me padrejtësi dhe me shkelje të drejtave të njerëzit janë personat me aftësi të kufizuar. Ne gjatë 3 viteve të fundit kemi bërë shumë hetime dhe kemi dalë me shumë raporte sa i përket çështjeve kryesore që lidhen me të drejtat që gëzojnë secili person me aftësi të kufizuar në Kosovë sipas legjislacionit, por që edhe këtë vit kemi pa vështirësi e problemet shumëta në gëzimin e këtyre të drejtave nga këta qytetarë. Kemi identifiku problemin me të drejtën e pjesëmarrjes në zgjedhje dhe për të zgjedhur, pra drejtës në votë. Në një rast që kemi jetu kemi pa që gjykata, në fakt Këshilli Gjyqësor i Kosovës, të dhënat që i dërgon KQZ-s i dërgon të tilla që i pamundësojnë qytetarëve me votu edhe kur aftësia e veprimit ose e drejta për me votu nuk është nuk i është provuar, është fjala për rastet kur pjesërisht është kufizuar ose është heqë drejta e zotësisë veprimit. Për neve kjo paraqet problem, tash jemi në fazën e zgjedhjeve dhe besoj që rekomandimet tona dhe kërkesat që kemi drejtuar Këshillit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve do të kenë efektin e tyre dhe raste të tilla nuk do të përsëriten sepse përflasim për një të drejtë garantuar kushtetuese, e cila nuk mund të hiqet përveç se me vendim gjyqësor të formës prem ku në mënyrë decisive theksohet se një person i kufizohet kjo drejtë. Çështjen e dytë që kemi adresu ka të bëjë me reduktimin e tarifave të energjisë elektrike për personat paraplegjik dhe tetraplegjik. Skema krijuar nga qeveria ka dëmtu dhe ka cënu të drejtat e personave me aftësi të kufizuar nga kjo që kanë kufizim nga këto kategori, për arsye se vlerësimi i kritereve për reduktim të tarifave të energjisë elektrike është llogarit mbi bazën e të ardhurave që ka familja, e jo në bazë të faktit që një person është me aftësi të kufizuar nga kjo kategori, dhe pa dyshim ky kriter ka qenë diskriminues dhe jo i drejtë në raport me personat paraplegjik dhe tetraplegjik, dhe si pasojë janë rreziku interesat e 2354 personave paraplegjik dhe tetraplegjik dhe 1260 personave të verbër, të cilët kanë mujt me përfitu nga lehtësirat e caktuara nga qeveria. Pastaj rasti me pensionet është edhe më i komplikuar dhe unë besoj që gjykata që ka vendosur, pra Gjykata Supreme e Kosovës ka ndoshta përgjegjësi me dalë me sqaruar publik edhe më tej
vendimin e saj, sepse ka kriju një lloj konfuzioni. Udhëzimi administrativ ka te i kalu ligjin kur ja ka ndërprej pensionet të moshuarve për shkak të mos lajmërimit dhe nuk i ka kthyer në mënyrë retroaktive kur janë lajmëruar dhe kanë dëshmuar që janë gjallë. Me këta ja ka cënu të drejtën e garantuar me ligj që e kanë me egzu si cili qytetari i Kosovës pensionin mbi moshën gjatë 5 vjeçare. Por në anën tjetër, duke ndryshu gjykata udhëzimin administrativ e ka lënë në fuqi ligjin e ligji për skemat pensionale në nenën 24 të tij përcakton që secili i moshuar që gëzon pensionin duhet çdo 6 muaj mu lajmëru tek administrata pensionale. Për mas me kriju se themi probleme që lidhen me gëzimin e kësaj të drejte, unë besoj që gjykata dhe administrata pensionale duhet dalin me një sqarim publik, ndërsa ne si institucion sqarimin e ngjashëm do ta kërkojmë edhe zyrtarisht. Në fakt këtë vit është hera 2 që vizitoj dhomat e specializuara të gjykatës në Hag. Herën e parë ka qenë më shumë takim me pa përbërjen e gjykatës, mënyrën se si funksionon kushtet e akomodimit në burg për personat që janë paraburgos atje. Dhe natyrisht në fazën ku nuk kish fillu akoma procesi gjyqësor, nuk kemi pasë si me vrejt shumë shqetësime përveç atyre që janë paraqit në një raport, i cili ju ka dërzu Kuvendit Kosovës, pra në raportin vjetor është përfshi edhe kjo pjesë. Problemet në atë kohë kanë qenë kryesisht e lidhura me dorëzimin e materialeve, mënyra jo korrekte e përkthimet me shumë redaktime që i bëjnë tekstet e pa lexueshme ose të pa kuptueshme, pastaj çështja e barrës e barazisë armëve në raport me provat që i kanë edhe aspekte tjera, por që si themi ka qenë një vizitë ku nuk kemi mujt me pa shumë. Kësaj radhe kemi shkuar një vizitë më të organizuar dhe më të mënyra planifikimi i vizitës është bë me kuptu më shumë për vetë krejt procedurat se si po zhvillohen këto gjykime atje dhe unë mund me konsideru që për mu si avokati i popullit ka qenë shqetësuese ajo që na kemi gjetë atje. Unë edhe në një komunikat pas kthimit e kam bë publike paka shumë shqetësimet që kemi ne në raport me të gjetura që kemi mujt me i konstatu vetëm nga një vizit, e cila ka zgjatë disa ditë. 2 ditë e para kemi qëndru në gjykat dhe kemi përcjell seancat gjyqësore. Në atë kohë ka qenë të marrë në pyetje 2 dëshmitar të propozuar nga mbrojtja, zoti Hill dhe një dëshmitar tjetër. Pastaj kemi pas një takim me mbrojtësit e të akuzuarve, një takim me zyrën e regjistrit gjykatës, ku përfshihet edhe dhoma edhe mbrojtësit e viktimave, por edhe pjesa teknike e stafit që e menaxhon gjykatën në aspektin teknik e logjistik, edhe qendrën e paraburgimit dhe një takim me 4 të paraburgosur atje, me zotin Thaçi, Veseli, Recep Selimin edhe zotin Krasniqi. Ajo çka ne kemi vrejt e para është mënyra se si jemi trajtu ne dhe fakti që vizitat janë kryer në rrethana të monitorimit plot, pra e para jam leju vetëm unë me i taku, jo pjesa tjetër e stafit, ani pse me mu kanë qenë edhe zyrtar që janë profesional me i monitoru burgjet, pra pjesë e mekanizmit për parandalimin e torturës. E dyta, nuk më ka leju me marrë shënime, pra nuk kam pas as letër, as laps, dhe thjesht ne vetëm kemi zhvillu bisedë, po jo mundësi me marrë shënime. Tjetra që ka qenë shqetësuese është fakti se këtë procesi është vëzhguar me 2 kamera, pra në derën përballë nesh kanë qenë 2 kamera që unë nuk e dija kanë qenë funksionale ajo, po neve na u ka bëhet qartë që jemi në monitorim, dhe një roje sigurimi që gjatë gjithë kohës ka qëndruar me neve në dhomën, ku unë kam kryer intervistën me këta të paraburgosur. Natyrisht këto nuk janë shqetësimet kryesore, sepse qëllimi im nuk ka qenë atje me shku me pa pozitën time në raport me gjykatën, po me pa situatën e respektimit të drejtave të njerëzit nga kjo gjykatë. Konsideroj që fakti që gjykata nuk ka monitorim,
pra nuk ka asnjë lloj mbikëqyrje, nuk ka raportim, asnjë institucionit Kosovës nuk i raporton dhe askush deri sot nuk ka kërkuar raport nga kjo gjykatë. Lehtësisht ngrit dilema nëse kjo gjykatë po vepron në plotëni ose në përputhje të plot me standardet në cilat veprojnë gjykatat dhe sistemi i drejtësisë në Republikën e Kosovës. Natyrisht edhe vetë mënyra se si është zhvilluar procedura, të qenë se në të kaluamën kam qenë edhe avokat mbrojtës, për mua ka qenë procedurë tjetër nga procedurat që zhvillohen në gjykatat e Kosovës dhe natyrisht që krejt këto për mua paraqesin problem dhe shqetësim. Unë jam përgatitje të një raporti të cilën do t'ja dërgoj edhe gjykatës, por edhe institucioneve tjera me qëllim që krejt të shqetësime dhe shqetësime tjera që unë i kam vrejt gjatë kësaj vizite me i raportu.